Kosovja shpirtin ten, se këtu jam den baba den, për Kosovja shpirtin ten, qofshin pushkës, je shqiptar, ambroj vendi, plan për plan, se këtu jam den baba den, për Kosovja shpirtin ten, se këtu jam den baba den, për Kosovja shpirtin ten. Kosovja shpirtin ten, qofshin pushkës, je shqiptar, ambroj vendi, plan për plan, se këtu jam den baba den, për Kosovja shpirtin ten, se këtu jam den baba den, për Kosovja shpirtin ten, për Kosovo, për Kosovo, për Kosovja shpirtin ten. 100 vjeç Shqipëri, 13 vite jetë. Komuna e Pejës, kabineti kryetarit Ali Berisha, të gjithë qytetarëve u auron 16 qershorin 13 vjetorin e çlirimit të Pejës. Të gjitha manifestimet dhe aktivitetet i dedikohen 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Gëzuar. Përshëndetje, mirë se keni ardhur të gjithë. Në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, në 16 qershorit ditës së çlirimit të Pejës, në patronatin e kryetarit të komunës së Pejës, Dr. Ali Berisha, komuna e Pejës përmes drejtoratit për kulturën dhe sport, ka organizuar javë festive me aktivitete të shumta kulturore dhe solemne. Sot drejtorati për kulturë, rini dhe sport, sektori i rinis organizon këtë program për ndër të 13 vjetorit të çlirimit të Pejës. Hapjen e programit të bëjnë grupi aktorëve të shkollës së artit, ku do të përpunojnë me recital për dëshmorët me regjitë Rudina Zhares.
Vajni një përmirësim të vogël, nuk janë shkollakët, është grupi i aktrimit për fëmijë pranë teatrit i Srem Begolli. Që, a e kryin këta për sot s'kan mua?
Zhurmë. Këtu ka vi me kon edhe kamera e Dugaxhinit. O desht kamera Dugaxhinit me kon. Ja,